Shikues nderuar, ju përshëndes, do të njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ftuar liderët e partive politike në një takim të njëjtën pas dështimit të 14 përpjekjeve për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Paraprakisht Osmani kishte treguar gatishmëri për të pritur liderët e gjithë partive politike në një takim gjithëpërfshirës. Kujtojmë se Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur ende të konstituohet as pas 3 muajsh nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare. Në përpjekjen e 9 për konstituimin e Kuvendit më 1 maj, kryesuesi i seancës Avdi Dehari nga lëvizja vet vendosje propozoi që votimi për kryetar të Kuvendit të ndrohej dhe të bëhej në mënyrë të fshehtë dhe kërkoi formimin e një komisioni ad hoc për mbikëqyrjen e votimit. Ky propozim u refuzua nga Partia Demokratike e Kosovës, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe. Propozimi i kryesuesit të seancës u bë teksa u propozua lëvizja vetëvendosje për kryetarin e Kuvendit Albulena Xhiu nuk arriti në disa votime të merrte 61 votat e nevojshme për të konfirmuar në post. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se nuk do të ndryshojë kandidatin për kryetar të Kuvendit megjithë mungesën e votave, duke thënë se emërimi i kryeparlamentarit dhe formimi i Kuvendit të ri është detyrë të gjitha partive parlamentare. 3 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kosova vazhdon të jetë pa kuvend funksional, pasi deputetët kanë dështuar 13 herë deri tani të konstituojnë kuvendin. Lëvizja vetëvendosje doli e para duke fituar 48 vende kandidatësh, 13 më pak se të paktën 61 të nevojshme për të qeverisur e vetme. Megjithëse janë thirrur 10 seanca për konstituimin e kuvendit, ndarjet politike kanë penguar vazhdimin e këtij procesi. Vetëvendosja nuk po arrin të siguroi 61 votat e nevojshme për të zgjidhur Albulena Xhiu në postin e kryetares Kuvendit. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kandidati nga ky parti për kryeminist Albin Kurti tha se ai dëshiron një qeveri normale, jo një qeveri të përkohshme, tranzitore apo teknike. Kurti pranoi se formimi i qeverisë së re një mendesh përgjegjësi e lëvizjes vetëvendosje si partia e parë që doli nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por jo dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, një gjë e tillë i takon të gjitha partive politike që janë pjesë e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Ndosë 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, Kuvendi nuk po arrin të konstituohet, me që kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetarin e Kuvendit Albulena Xhiu nuk po mund të sigurojë votat e nevojshme, dhe Kurti vlerësoi se partia e tij nuk është ajo e cila po e bllokon këtë proces. Bllokimi në vlerësimin e tij vjen pra atyre që votojnë kundër ose atyre që nuk votojnë fare për ta mundësuar quorumin. Megjithë të ngërç politik, Kurti vlerësoi se në Kosovë nuk ka krizë institucionale dhe as krizë politike. Në këtë kontekst, Kurti potencoi se rezultati i zgjedhjeve nuk mund të ndryshohet. Instituti i respektuar amerikan i kërkimit Qendra për Analizën e Politikave Europiane publikoi një analizë të titulluar Bosnia, fronti i dytë i Moskës në Europë, shkruar nga Steven Blank, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin e kërkimeve të politikave të jashtme. Analiza përqendrohet në rolin destabilizues të Rusisë në Ballkan, veçanërisht përmes mbështetjes së saj për Milorad Dodik dhe ambicjet e tij separatiste në Bosnjë-Hercegovinë, dhe paralajmëron se injorimi i këtyre kërcënimeve mund të ketë pasoja serioze për sigurinë europiane dhe rendin ndërkombëtar. Sipas inteligjencës britanike dhe sekretarit i jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar, Vladimir Putin dëshiron që Ballkani Perëndimor të bëhet fusha e tij e lojrave. Ky është një pranim i vonuar i diçkaje që ka ndodhur prej vitesh. I gjithë rajoni i Ballkanit ka qenë prej kohësh sheshi i lojrave të Putinit, domethënë fronti i dytë në Europë. Moska po zhvillon një fushat pandershme për të destabilizuar Moldavinë, gëzon ndikim të konsiderueshëm në Bullgari dhe është zbuluar se po përpiqet të minojë zgjedhjet në Rumani. Aleati kryesor i Moskës në Bosnjë është presidenti i entitetit Republika Srpska, Milorad Dodik, një njeri që dëshiron të theksojë aq shumë lidhjet e tij me Putinin, saqë në vitin 2023 i dha atij një çmim të lartë. Inkurajimi i Kremlinit për ndërmjetësin e saj Dodik vjen në kohën më të keqe për presidentin serb Aleksandar Vučić, i cili shpesh thekson se Serbia respekton integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës dhe integritetin e Republikës Srpska brenda Bosnjë-Hercegovinës. Dodik gjithashtu duket se po lëbonte tek administrata Trump që të heqë ndalimin e hyrjes, me sa duke besuar se përpjekjet e tyre për të ofruar me Moskën mund t'i japin Putinit një mjet për destabilizuar më tej Bosnjën. Ne me kaq shpëmbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish nesër me tjera zhvillime.